Jakubi a.s. Çfarë vujtje kishte, mirë po kur nuk e hubi shpresën në Zotin. Edhe kur i nisi djemtë e vet, se mori vesh që atje mund ta gjejnë Jusufin ose ta kërkojnë, ju tha wala tayasu min rauhillah, mos e humni shpresën në Zotin. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Se nuk e humb shpresën në Zotin vetëm sa ata që janë mohues, ata që nuk e besojnë. Edhe pse praktikisht pothuajse ishte pamundur. Diçka e paimagjinueshme për realitet, por besimi i fortë e bani atë. Masnë Zoti madhnum na ka tërheq vrejtjen në situatat më të rënda ku njeriu realisht e logjikshëm është me humb shpresën, kur është i zhytur në mëkate, kur i ka humbur të mirat e dunjas, e familjen, në gjendje të mjerueshme. Qul li ibadi, si thot Allah azza wa jalla në Kur'an, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj o robërit e Zotit që e keni zhyt veten në mëkate. Jeni thellu, ma nuk shihni dritë. Mos e humni shpresën e Zotit. Domethënë kësi situata më të rënda. Për atë arsye, pjesë e besimit ndërlidhet te fillimi, ashtu siç është shpresa, pjesë e imanit, edhe humbja e shpresës është pjesë e mosbesimit. Prej aty në fjalive ose citateve të akidës tahawije që ndoshta pak prej fjalëve që e mbajnë mend, thot Imam Tahawiu, al-amnu wal-iyasu yanqulani an millati al-islam. Siguria dhe dëshpërimi e nxjerrin njeriu nga feja. Do të thonë siguria e plot që me ty nuk ka, ti je xhenetli, krejt tjerët janë atje poshtë, një garancë vetvetës, nuk i duhet kjo besimtar. Po edhe humbja e shpresës, më thonë që s'ka shpëtim për mua, kjo nuk është pjesë e besimit besimtarit sepse ti po ja mohon atributet e falës Allahut azza wa jalla.